Sa do nusën e djalit? Me thonë nuk na besojnë, po e du shumë. Nuk muj me do pe qikave të mija. Kur ta bën respektin atëherë pse mës me deshte, mës me respektu dhe të si qiken tonde. Nusja është amanet. E kom prit shumë mirë, se cila vjeher e kish atë vullnetin e atë gëzimin. Djali është mes dy zjermave, që të edhe nonën edhe nusen. Më mirë kuptu dhe nona pak edhe nusja. Fjala e mirë, respekti i mirë o dhurata për neve, për prind. A ndërgon a jënon? Po, Sa fëmijë keni? 3. Mashallah. Faleminderit. Një djali 2 qika. Dy qika? Djalin e pas ke para sret. Faleminderit, po. A ke martu djalin? Po. U ke bo vjeher? Po. A ndërgon sa do nusën e djalit? Ndoshta me thonë nuk na besojnë, po e du shumë. Shumë është mas pauti është respekt. Me respekt edhe e du shumë. Nuk muj me do pe qikave të mija. Shumica e vjera më thonë nuk muna mi dojt për qika, pa është të vërtet Qashtu, kjo? e vërtet është, e vërtet. Kur ta bën respektin atëherë pse mës me deshte, mës me respektu dhe të si qiken tonde. Se vajza është, nusja është amanet. Mirë, mirë. Shkuj qef dikuna mja vajzën dhe më të me ta respektu, edhe dikuna. Qashtu. Se shumica e vjerave më palë nuk e kuptojnë, nuk i presin mirë. Nuk e di. Nuk po muj me paragjuku kërkan, po unë për vete e du fort. Edhe respektoj, s'po di që me të tjetër. Shek i prit. E Kërkohet. kom prit shumë mirë, se cila vjeher e kish atë vullnetin e atë gëzimin që për me martoj ke djallin. Për të s'po di, unë për vete po folin. A e ka detyrë të një nuse që të vjen me të këshyr ashtu si nonën, apo thjesht për respekt duhet me bo? Detyrë nuk e ka, po respektin e ka. Nëse don ajo vetë, e ka respektin, se për detyrë nuk e ka. Di, që me të në tjetër. Çfarë menimi ki për ato vjera që sot, do të thënë, nuk kanë raportit mira me nuse? Vallahi, ma mirë është me qu mirë, se keq. Nuk po di, tash më varet për njerit. Ma mirë është mirë me qu, se keq. Ku është faj që se qojnë mirë disa? Se nusët atë vjerat. Ndyont, ka edhe vjeher të keqe me thonë, ndoshta edhe nuset keqe, nuk po di. Shqyr unë atë t'i këbalë se kom pas, qështu. Momentet që, dhe më thënë, nusja për lahat me vjerë, djali, ka duhet me anu? Të nona, atë nusja? Valla, djali është mes dy zjermave, që të edhe nonën edhe nusen, po du të më mirë kuptu dhe nona pak edhe nusja me qu sa ma mirë. S'po di që me të thonë. Ka me anu? Ka me anu, Po, paj. Qëre, edhe grunë ka, nuk thëmë se ajo nonë e fëmive, edhe nonën këndina, po ka ja dënë zemra më shumë. Ka po anojnë përgjithsi djemët, kur u martohet. Djemët, ku, valla, as nuk muj me thonë ka nona, se janë dy të dashura që kanë thonë atë kongën, dy të dashura që i kam. Qajo, nuk po di, s'muj me thonë, mu nisë për vetit, ndoshta me mendet e me thënë, anon pak ka nuna, ose ka gruja, po mirë është më që mirë, dy ondë. Kokën, aja që të ma shpesht ata që ta jo tyje. Unë me të regu drejt, nusën nuk e kom këto. 10 vjetë e kom pas, kom dejt bashkë me ta. Herë ja kom qitë, herë e ka qitë kafen, nuk e kena këqyrë. Dhe në cilat mundën, cila jena kun ma e lirë, e kena qitë, e kena pi bashkë. Kur që të keqë s'ka këtu. Sa do cilat të qetë kafen, s'është këqë. Si të mjëga, po është jashtë? Jo, s'është. Që një 3-4 vjetë e kom jashtë. A jashtë. A do vërë sa të mungon? Bon, mungojnë djali, nusja, fëmija, mungojnë balë. Po, jeta. Kur vinë Kosovë,
Sa shpesh vizitojnë, sa dilni me ta? Po, vinë. Kur të vinë në Kosovë, janë shpejt me mu, vinë. Nusja normal që shkon të vetë, edhe djali këndina. Veç e rinë, fëmija rinë, edhe ande ka dojtë, edhe ka gjysh, ka une. Njëjtë. Vinë dorata, kështu. Atë respektojnë, se dorata është thjesht respekt. Po, po, na binë, qështë na binë. Dhurata e ty në është një fjallë për neve. Fjalla e mirë, respekti i mirë, dhurata për neve, për prind. Kështu, po di që më të tjetër. Një mesazh gjithë grave, shtë mos ato që albu vjera. Le ta qujnë mirë, se nuk kena kam i që, si qika, si nusja, si qika janë njëjtë. Dhe të respektu njëna tjetërën, nuk është kur gjohë dhe vjera me respektu nusën, së është diçka e keqe. Së për di që më të tjetër. Unë të rimat mirat në jetë, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit. Ndërsa se kom rëndu dikën, veç mirë është me që mirë, në dy ondë. Si me nuse, si me krejt familje. Faleminderit shumë, kalosh mirë, shumë faleminderit.